Ajo që mund të konfirmoj është fakti që rasti ka ndodhur rreth orës 5:30 mëngjesit. Në orë të hershme jemi njoftuar nga policia që ka ndodhur një rast i vrasjes. Mund të konfirmoj që e kemi një viktim, faktikisht një person të vdekur, është një vajzë e mitur 15 vjeçare dhe po ashtu e kemi një vajzë tjetër të mitur 10 vjeçare që është e lënduar. Dhe gjithashtu edhe kryerësi i veprës penale është i vetë lënduar. Gjitha këto janë kryer me mjet pret me thik. Është një rast shumë i rëndë që ka ndodhur brenda familjes, nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, janë shtetas të huaj, dhe mund të konfirmoj që në bazë të informatorave zyrtare në këtë banesë ku ka ndodhur ngjarja, ata janë duke banuar që 6 muaj. Me siguri që kanë banuar edhe më herët, mirë po faktikisht në Republikën e Kosovës, mirë po këto janë informatat e para që i ka prokuroria. Ajo që vlen të theksohet është fakti që nuk kemi pas të raportuar ndonjë rast apo të ketë qenë hetime për ndonjë rast çfarë do qoftë, apo as dhun familje as ndonjë rast tjetër për këta persona. Drejtor, cili është versioni i policisë, sikurse edhe prokurori? Ashtu siç e potencoi kryeprokurori, do thotë ne jemi njoftuar si polici përmes telefonit, policia ju ka përgjigj vendit të ngjarjes, ka provu së bashku me emergjencën me ofru ndihmën e parë mjekësore, mirë po viktima veç ka qenë me fatalitet, ndërsa 2 viktima tjera ju është ofru tretman mjekësor. I dyshuar i cili po ashtu ka lëndime është në mbikëqyrje policore, mjeti me cilin dyshohet si është kryer vepra është në vendin e ngjarjes, njësitë relevante janë në vendin e ngjarjes, të kryej gjitha veprimet koordinim me prokurorinë themelore, prokurorin kompetent. Ne do t'i asistojmë dhe koordinojmë do të thotë njësitë edhe punën me prokurori dhe me tjerët me qëllim zbardhjes së rrethonave tjera që kanë qenë te këtu. Vlen të potencohet ajo që tha dhe kryeprokurori. Në shënimet tona zyrtare, kjo familje nuk ka pas të raportuar apo të iniciuar ndonjë rast të mëhershëm për ndonjë problem ose marrëveshje apo çështje tjetër, do të thotë ka qenë familje rregull që ka punu, do ta shohim si ka ardhur situata deri te ky incident. Cila është gjendja e 19 vjeçares? Vajza e mitur, do thotë sipas njoftimeve, është transportuar për shkak lëndime për Prishtinë, me shenja jete, mjek tash do të kujdesen edhe mund t'i japin njoftime më të sakta për gjendjen e saj, ndërsa i dyshuari ka vetë lëndime, por është sipas mjekëve jashtë rrezikut për jetën.